Dy operacione policore të zhvilluara brenda 24 orëve në Fier dhe Mallakastër kanë çuar në arrestimin e 3 personave dhe sekuestrimin e 3 armëve. Në Fier shërbimet e policisë finalizuan operacionin e koduar Aksi pas informacioneve se një person lëvizti armatosur me armë zjarri në automjet. Në bajpasin e Fierit u arrestua 19 vjeçari me iniciale MM banues në Vlorë. Gjatë kontrollit të automjetit që drejtonte, policia gjeti dhe sekuestroi një pistolet. Në vijim të veprimtarive hetimore u arrestua dhe 28 vjeçari me iniciale FB, pasagjer në automjet, pasi dyshohet se kishte dieni për armën dhe se ajo do të shitej në Fier. Ndërkohë në Mallakastër u finalizua operacioni Hidden Guns ku arrestua në flagrancë 38 vjeçari me iniciale IS banues në fshatin Lofkënd. Sipas policisë, pas një konflikti për motive të dobta, 38 vjeçari dyshohet se ka kanosur një person tjetër me armë gjahu. Gjatë kontrollit në banesën e tij u sekuestruan një Kalashnikov dhe një armë gjahu, të cilat dyshohet si i mbante pa leje. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.